Të premten është mbajtur samiti i Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, të pranishëm mes 47 vendeve nga Europa, ka qenë dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Osmani nga Tirana ka kërkuar që Bashkimi Evropian të heqë masa ndëshkuese ndaj Kosovës, duke shtuar se ka një blokadë totale nga ana e BE-s për Kosovën. Përkundër faktit që jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së BE-s, fatkeqësisht ka një blokadë totale nga ana e BE-s. Nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jonë dhe nuk vlerësohet fakti që jemi 100% në përputhje me politikat e tyre. Po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, pasi më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë te Putini, se sa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër përveç se Bashkimit Evropian, ka thënë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Por analisti Nexhmedin Spahiu ka zbuluar se si kanë raportuar mediat e Beogradit për pjesëmarrjen e Kosovës. Sipas tij, atje raportohet se Kosova në Tiranë është prezantuar me fusnot. Ai ka shtuar se kjo është dhuratë e çmuar e Ramës për Vučić. Mediat e Beogradit po thonë që Kosova në Tiranë është prezantuar me fusnot, dhuratë e çmuar e Edi Ramës për Aleksandar Vučić. Nuk po tregojnë gjë, cili ka qenë reagimi i Vjosa Osmanit, ka shkruar Spahiu.